الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمين. Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe besojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Ku e lutim madhnushmin Allah të na bëj prej tyre. Unë dalëm në herën e kaluar me zotnin e nderuar Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Umar ibn Khattab që për shumë mendohet domethënë të jetë ai njeriu i frikshëm, ku thash në realitet nuk është i tilli. Nuk është njeriu i frikshëm Umari radiallahu anhu, përkundrazi është njeriu përgëzues. Dhe ajo që kaloi pa e thënë në javën e kaluar është fakti i pranimit të Islamit nga ana e Umerit radiallahu anhu. Pra përmendëm historinë se që ai u nis për të vrarë pejgamberin alayhi salam dhe takimi me të motrën si dhe me burrin e motrës Said ibn Zaid radiallahu anhu. Që edhe kjo histori në peshorën e historisë nuk është fort e qëndrueshme. Ka një tjetër shkaktar të pranimit të Islamit nga ana e Umerit, që e përmenda pak, por kërkoj t'i mshoj dhe pak më shumë në këtë herë. Ishte fakti që pejgamberi alayhi salatu wasalam u lut dhe tha: "O Zot, forcoje Islamin me një ndër dy njerëzit më të dashur për ty." Për Ebu Gjehlin, pra u lut edhe për Umerin dhe ishte përgjigjja e Allahu xhella xhelalu për Umerin radiallahu anhu. E para e gjithave është lutja e pejgamberit. Dhe kjo është mrekullie e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk është e vetmja. Kemi rastin për shembull kur pejgamberi alayhi salatu wasalam shkon dhe i kërkon zotnia i nderuar Ebu Hurajra radiallahu anhu, i thot: "E shef i dërguar i Zotit, domethënë të shqetësuar, të brengosur apo deri dhe të mërzitur." Dhe i thot: "O Ebu Hurajra, çfarë ke?" Thot: "O i dërguar i Zotit, nëna." Pra nëna vet. "O i dërguar i Zotit, nëna të shan, të ofendon, pra nuk më kursen. E din dashurinë që kam për ty dhe se jam ndjekësi yt, dhe në të njëjtën kohë të shan dhe të ofendon." Lutet pejgamberi alayhi salatu wasalam për nënën e Ebu Hurajrës dhe thot: "Shko Ebu Hurajra tani në shtëpi dhe gëzohu, ashtu sikur se dola i hidhëruar." Dhe kthehet do Ebu Hurajra radiallahu anhu dhe i gjen derën e shtëpisë të mbyllur. Dhe dëgjon ujë nga brenda, i cili pra ujë që derdhej. Ishte shenjë që dikush po laj, ky është qëllimi, ujë që derdhej. Më pas do të sheh se si dele ëma e mbuluar me shami, pra kish qenë duke marrë gusul, e mbuluar me shami, duke deklaruar shahadetin dhe duke gëzuar dhe një herë tjetër për atë Ebu Hurajrën, ashtu sikurse e kishte hidhëruar më parë. Pra shkaku i parë i pranimit të Islamit nga ana e Umerit janë lutjet e profetit alayhi salatu wasalam, që do të thotë që në jetën tonë duhet fokusohemi tek lutja. Që do të thotë që në jetën tonë për një person që kemi sadopak bindje, jo dyshime, por sadopak bindje tek të qenit e tij njeri i mirë ose njeri i lutjes, njeri i afrum me Allahun xhella xhelalu, me i kërku atij që të lutet vazhdimisht për ne. Këto bënin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kemi edhe një shkak tjetër që është dashuri, domethënë lidhja që Umeri radiallahu anhu kishte me gjuhën. Pra është përmendur se shpesh herë ai Umeri e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke kënduar Kur'an. Dhe është ndalur duke dëgjuar dhe duke u mahnitur pas fjalëve
të Allahut xhel xelalu. Çfarë duhet kemi parasysh tek jeta e Omerit? Sepse të gjitha këto ligjërime vlen se si ti përkthejmë në jetë. Kush janë urtësitë që ne marrim prej tyre në jetë. Në fragmentin e Omerit pra kemi një njeri të serdh, apo jo? Për nga natyra. Duhet keni parasysh gjithmonë se çdo person që në pamje të parë është i egër, është i serdh, në vetvete bart shumë mëshirë, shumë ndjeshmëri. Kjo është e përfunduar. Gjithmonë njerëzit të cilët shfaqen domethënë si tegër ose kështu, në vetveten brendësi kanë shumë butësi. Po ka nevojë dikush që t'ia zgjojë këtë butësi. Ka nevojë që dikush t'ia tregojë këtë lloj butësie që ai e bart tek vetja. Umeri radhiyallahu anhu i tillë ishte. Dhe këtë kur e vërtetoi në çastin kur ai ka pranuar Islamin. Kur ai ka pranuar Islamin, pranimin e Islamit dhe në marrjen e pushtetit nga ana e tij, tregoi edhe një herë tjetër se është një person shumë i dhimbshëm. Vim tek një detaj tjetër që sërish mbeta ose e ceka përciptazi në herën e kaluar, ka të bëjë thash me pranimin e Islamit nga ana e Umerit dhe kur Umeri shkon në Qabe. Shkon në Qabe dhe kërkon, domethënë sepse askush nuk e besonte që Umeri e kishte pranuar Islamin. Dhe ishte një person me Xhamil el-Jumahi, pas emrin ky zotnia, të cilit i thot Umeri radhiyallahu anhu janë bërë musliman. Këtë na e tregon kush? I biri Abdullahu. Thotë ndoqja babën nga pas. Dhe kur ka shku thot Umeri dhe i ka thënë këtij që janë bërë musliman, e ka kap për dorë Umerin derisa është afruar tek oborri i Qabes, dhe në Qabe. Dhe aty thot ka bërtit më të madhe dhe ka thënë o ju Quraysh, Saba e Umar. Nuk thoshin që është bë musliman, po përdorshin një fjalë tjetër. Saba do thot më u poshtru, u gjujzu, ose u ul Umeri. Edhe u mblodhën pra të gjithë habitur, dhe thot Umeri radhiyallahu anhu, nuk është e vërtet. Kur tha nuk është e vërtet, do të thënë, të gjithë u kthyen dëshoj që me një lloj kënaqësie, se ky po e mohon. Nuk është e vërtet. Ma sabatu. Nuk jam poshtru. Walakinni aslamtu, kam pranuar Islamin. Thot, pra këtë e ka tregu dhe Umeri, pra ka tregu dhe Abdullah ibn Umeri. Dhe nisi, thot, baba me u zon me ta, me u konfrontu me ta. Thot, nuk është si i numrova, po ishin rreth 300 vetë. Si që ishin njerëz, sepse Mekka, do më thënë, aty ishte qyteti komplet. Dhe nisi të zihet me ta, deri në mesditë. Për s'po kishin takat më u zonë. Aj shumë, në dhe diçka e tillë. Thot, deri sa ju rrështu në gjithë. Pra nuk po ju them juve këtu se Umeri radhiyallahu anhu po rrifte 300 veta. Pra thjesht po konfrontohej. Pra po rrihej në realitet. Dhe në një çast kur u lodh, pra u dorëzu, s'kishte më takat, kur i thon me u kthy aty në një çast flet një person dhe thot, çfarë po bëni? Pra nuk kishë mbet gjë tjetër vetëm se ta vrisni. Çfarë po bëni? Thonë, s'ta mbetet gjë tjetër. Po fisi Umerit. Unë përmenda në herën e kaluar se Umeri radhiyallahu anhu jo vetëm që vinte nga ishte njëri i fisshëm, por te kurejshitët gëzonte një respekt shumë të madh, sepse ishte përfaqësuesi i tyre në marrëdhëniet me jashtë. Sot ministër i jashtëm, statusin e sotëm ministër i jashtëm. Thot dhe ky thot ka qenë shkaktari, ishte njeriu i cili u bë shkak që të mos e tepronin më shumë me Umerin radhiyallahu anhu. Pra u ndalën aty.
Vim tek një fragment, dhe këtu ndalemi sonde, vim tek një ngjarje, një ndodhi tjetër në jetën e Umerit radhiyallahu anhu, por dhe në jetën e gjithë muslimanëve, që është emigrimi nga Mekka për Medinë. Duke qenë se kushtet sa vinin dhe vështirësoheni në Mekë, lindi nevoja e domosdoshme që të emigrohet drejt një vendi të sigurt. Para se me emigru për në Medinë, banorët e Mekës ose muslimanët e Mekës kishin emigruar drejt Habeshes ose drejt Abisinis. Umeri radhiyallahu anhu nuk ka qenë një prej tyre i cili ka emigruar drejt Abisinis, por do të jetë prej atyre të cilët ka emigruar drejt Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, aty ku do të jetë dhe kryeqyteti i shtetit islam të parë. Dhe po përcjellim ndodhin si ndodhi. Thot Umeri radhiyallahu anhu bëri tavaf Ka'ben 7 herë. Në brez kish vu shpatën, harkun bashkë me shtizat, me shigjetat, dhe u ndal në mesin e kurejshitëve dhe tha: "O ju kurejshit, kush dëshiron për jush që gratë t'i lërë të veja, fëmijët jetim dhe nënët t'i vesh me zeza duke qa, le të më takoj mua pas kësaj kodra ose pas këtij mali." Dhe ka emigruar, thot, publikisht, ku të nesërmen, askush nuk i doli pra Umerit, nuk e ndoqi nga pas. Dhe këta e dim të gjithë, apo jo? Pra të gjithë e kemi dëgjuar. Nuk është e vërtet, faktikisht. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet nga aspekti historik. Dhe kemi përmendur vazhdimisht që do të përpiqemi. Pra historia i pranon të gjitha nga pak. Pranon edhe të thuash një diçka të dobët, të paqëndrueshme me 100%, por me kusht që përballë saj mos të jetë një saktë. Pra si rasti i pranimit të Islamit e përmenda dhe thash që ka dobësi në atë transmetim, në ngjarjen me motrën e tij, por nuk kemi një transmetim më të saktë nga ai ndaj dhe përcjellim atë. Kurse në rastin konkret kemi transmetim të saktë. Dhe transmetimi i saktë dhe versioni i saktë është komplet ndryshe. Umeri radhiyallahu anhu bien dakord me dy shokët të tij dhe thotë: "Le të takohemi në filan vend nesër." Pra me kë bien dakord me shokët e tij. "Le të takohemi në filan vend nesër, dhe kush nuk ka ardhur deri filan orar", pra sikur se kishin rënë dakord ato, "nuk presim." Njëri erdhi, tjetrin e kapën, nuk ju dha mundësia, domethënë, që të emigronte bashkë me Umerin radhiyallahu anhu. Pra versioni i saktë është ky versioni i dytë. Lind pyetja natyrshëm: ç'pun prish e para nga e dyta? Ç'pun prish e para nga e dyta, prish pun për Umerin radhiyallahu anhu. Vërtet ishte njëri i trim, por nuk ishte njëri i cili hidhte veten e tij në flak. Pra është një shprehje që thon arabët, të fyshni u shuf ma hashin, do të më shtyen në shif se çfarë bishe jam. Nuk ishte i tillë Umeri. Umeri nuk thonte kush më shty mua me tregu se çfarë karakteri do të kem. Ishte njëri i zgjuar, ishte njëri intelektual për kohën e tij. Ndaj Umeri radhiyallahu anhu vepronte ashtu siç vepronin të gjithë tjerët dhe nuk e flakte veten e tij, nuk e flakte veten e tij në një rrugë pa krye. Ndaj vepronte ashtu sikur se vepruan dhe të tjerët të gjithë. Ama a ka qenë krenari për muslimanët? Ka qenë. A tregon kjo se ka ikur fshetas? Nuk është se tregon se ka ikur fshetas. Se vetë fakti domethënë që i treti u kap do thotë që ka qenë pak publike. Por jo sfiduese. Se në rastin e parë sfidon. Në historinë e parë pra del një Umer i cili sfidon. Dhe po të kishte qenë ato pozita, të kishte qenë në aq pozita të mëdha e Umeri radhiyallahu anhu, kishte qenë në Mekë. Nuk ishte në ato pozita, pra kush ishte arsye se pse u larguan nga Mekka për Medinë? Pa mundësia, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam kërkon të na tregojë me çdo veprim
kërkon të na mësojë ne se çfarë duhet veprojmë ose se si duhet sillemi në jetën tonë. Atë na tregon. Dhe në rastin konkret na tregon se nëse në një vend ti përndiqesh, të ndalohet liria fetare, nuk e adhuron dot Zotin publikisht, atëherë largohu drejt një vendi të lirë. Një vendi ku liria fetare është e pranueshme dhe është e disponueshme. Dhe mos trego kokë forci të kot. Ka njerëz të cilët kanë qëndruar përgjatë historisë dhe kanë patur, domethënë, qëndrime me patjetër të vlerësuara. Mirë, po nuk është se me patjetër janë model. Ndërsa këta njerëz kanë qenë model. Ndoshta do ta përmendim në historinë e Umerit, gjithsesi e përmend pak sonte për treguar domethënë atë intelektin që ky zotni kishte. Është edhe fragmenti kur ai çliron Xhamin Aqsa. Ku lutim Zotin xhel xhelat na mundsoj ta përjetojmë të çliruar, të falemi në të çliruar. Të rikthehet edhe një herë tjetër në gjirin e muslimanëve dhe ka për të kthyer vëllezër. Ka për të kthyer. Po jo me njerëz që e shohin nëpër ëndra, po me njerëz të cilët punojnë në realitet. Dhe ato ka për të zgjedhur Allahu vetë. Lum për atë i cili punon të rreshtohet në këtë pozicion. Kur Umeri radiallahu anhu uftua, domethënë, për të marrë çelësat e Kudsit, qytetit e Kudsit, pra aty ku ndodhet dhe Xhamia Aqsa. Pra Kudsi është qytet, ndërsa Xhamia Aqsa është një territor i caktuar. Territori i Xhamis Aqsa, ose ajo që njihet ndryshe, domethënë, si haremi ose pjesa e xhamis ku sevapi është i njëjtë, pra një namaz me 500, është një territor për 144.000 metra katror. E gjitha kjo, nuk është e gjitha kjo hapësirë, nuk është xhami sot. Po e gjitha kjo, këto janë kufit e xhamis. Pra në këto 144.000 metra, që ka disa xhami në këtë hapësirë që po them unë, aty, borre pafund, në gjithën këtë hapësirë, domethënë, ka sevap namazi aty me 500 fish. Dhe kur kërkon patriarku i Kudsit, kërkon që t'ia dorëzojë Umerit radiallahu anhu çelësin e qytetit, Umeri pa përtim mori rrugën nga Medineja drejt Aksas, nuk hypi avionit, se s'kishte avion atëherë, po ishte një udhëtim që jo vetëm që e përshkroi domethënë me kafsh, po i kafsh kishin. Dhe bashkë me vete ishte edhe një shoqërues i tij, se s'po e quaj shërbëtor, por shoqërues. I herë hypte shoqëruesi, i herë hypte Umeri, i herë hypte shoqëruesi, i herë hypte Umeri. Thotë dhe kur u afrun afër Kudsit, i rame me kalu një pru ose një lum aty, edhe ishte i hipur domethënë shoqëruesi. Edhe befi poshtë, u hodh poshtë që t'hipte Umeri, pra, t'hipte Umeri që se do u shifte. Ç'e bënte Umeri? Tha, ty pështi. Radha e kujt është? Se për ne u ka dhënë Allahu bereqet këtyne burrave, o vëllezër. Radha e kujt është? Radha ime. Shpejt nalt. Ngjitën një herë. Kam nevojë thonë. Pra po të kisha desh privilegje të tilla, pse e kishte vështirë Omeri me Saju, domethënë 2 kafshësi. Po e shifte si shpërdorim. E shifte si shpërdorim. Çfarë duhet? Duhet i kafshë, i kafshë marrin punë, një ku zgjidh puna, nuk është nevoja. Dhe kur shkoi aty, duke i parë të gjitha këto veprime, i propozuan Omerit radiallahu anhu që të vishte një palë rroba të tjera. Ai i cili ja propozon ishte Ebu Ubejdet ibn al-Jarrah. Thotë sikur të ishte në një tjetër vetë shteje Ebu Ubejdet do flisja ndryshe. Tha po këto i shohin këto gjona. I shohin këto gjona. Pra duhet me hyj me protokolla kur i thonë, me protokolla. Kemi në historinë e Islamit një rast Selim Yauz, sultani Selim Yauz, nga sultanët Osmanli. Është qusi ato sultan i cili domethënë s'kishte shije për veshje fare. U vishte kot në kot.
Dhe kjo është me preferencat e njeriu, ta kuptoj. Se nuk po them se duhet më qenë patjetër kështu. Këto janë preferenca personale. Pra ka njerëz që t'i vejnë ligjet, t'i vejnë protokollet. Nuk ecin me protokollet që veti. Dhe i thonë nesër thotë do të vjerë ambasadori filan shteti nga shtetet europiane. Ti se vesh i çik më ndryshe thotë sultan. Por, pa merak. Se thotë se nga që këto do ta përcjellin domethënë atje në Evropë. Të thonë që ajo po ishe vesh kështu, ishe vesh ashtu. Pa merak thotë fare. Çe me pat nesër më thotë sultani i soj. Vesh një lloj. I thot këtij domethënë këshilltari, thot kur dalje e ambasadori prej këtu, pyetet i si ishte vesh sultani. Dhe kur marru në të takimin, i thot si do duk sultani? Kush e pa sultanin tare? Ai kishte varri shpat këtu sipër kokës, mi po reflekton të dielli. Pra i binte dielli, pra ishte qëllimisht, i binte dielli, edhe s'kisha guximin dhe me ngret kokën me e pa, se ishte e hija shpatës, ishte shumë e rëndë. Edhe i thot sultanit atë, si do duk, i thot ti. Ballai thot shumë tha. Po pra ne pra tha se përfaqësimi im, forca ime nuk qëndron ke protokolli i veshjes. Dhe forca e Omerit nuk ishte ke protokolli i veshjes. Forca e Omerit ishte ke besimi që kishte në Zotin xhel xhelalu, mbështetja që kishte në Zotin, po ishte vizionar. Nuk kam pa në historinë e Islamit vizionar sikur se Omeri. Absolutisht. Askënd vizionar sikur se Omeri nuk e kam pa. Dhe pasi ia dhan çelësin e Kudsit, i vendosën vetëm një kusht. Kushti ishte që të mos lejojë që aty të banojnë hebrejt, sepse përgjatë gjithë historisë kishin bërë shkatrime. Dhe e pranon Omeri radiallahu anhu. Dhe zuni vakti, ndërkohë që ishte në atë kishën e tyre, dhe i bën ai një vend thot urdhno e falu këtu. Për momentin Omeri desh të afrohej me u fal. Shikoni pse them domethën vizionari. Nëse do ishe fal aty, do të kishe pas ndonjë problem. Sepse ai ja bëri vendin gati, pra nuk është se kishte statuja para vetes. Si të mund të jesh edhe në shtëpi. Pra po patë në një statuja aty, si do falesh para statujës ti? Shtëpia është ajo, po nuk lejohet ajo. Është i foto, çfarë do t'i falësh fotos ti aty përpara? E kështu me radhë. Omeri për momentin domethënë dëshit falet. Pastaj tha, ja, dhe doli thot në borë. Kur doli në borë, u fal atje dhe e pyeti ky që nuk ishte arsyeja domethënë atë dyshove tek vendi se nuk është i pastër apo mos e kishe me anën tjetër se je kish. Jo. Nuk desha të bëhem shembull për njerëzit të cilët vijnë pas meje. Çfarë ndodh vëllezërit e mi? Në këtë pjesën e modelit, të qenit model, për momentin ndoshta ti nuk e shef si ndonjë problem të madh. Brezi i parë, në atë që ti ishe nismëtari, pra ishe modeli i parë, brezi i parë ndoshta nuk ndryshon shumë. Kur fillojmë ke brezi i dytë, ke brezi i tretë, është si puna gatimit. E ka shpiki recetë gatimi e i po. Guzhinjeri që vjen pas guzhinjerit parë, fillon dhe përmirëson nga ajo receta dhe fillon dhe ndryshon. Pra jo shton erza, jo shto këte, jo shto të... Kështu është edhe puna modelit. Fillon të shtu gjithë secili dhe ti ishe një model shumë të vogël, mas ne përfundojmë tek ajo domethënë tren 1, i merr ofertë. Domethënë tren 1. Të bëjmë i ambient, e përdorin edhe xhami, edhe kishë, edhe sinagogë. Të këshim bëjë qikë më shumë që t'i përfshishin gjithë. Tren 1. Pra, kjo për të regu çfarë? Tolerancën, bashkëjetesën. Bashkëjetesa tregohet ku katoliku t'jetoj si katolik, t'jetë besimtar katolik, muslimani t'jetoj si musliman, si besimtar musliman,
Ai hebreu jetoi si besimtar hebre. Gjithse i cili të maj fenë e tij dhe ta respektoj tjetrin, jo ta pranoj, ta respektoj tjetrin në aspektin njerëzor, dhe kjo është toleranca. S'ka nevojë për më shumë. Mirë po thash, duke ardhur duke i shtu, ka i çik këto erza, del ka i erza aty që ti jap mjedisi, del i erz tjetër, s'ka qenë tha mirë, s'ka qenë pastru mirë, ka shumë erza të tilla, edhe e ndryshon komplet atë orientimin të qenit model. Ndaj vëllezërit e mi, Umeri radhiyallahu anhu ishte vizionar dhe ishte model. Edhe në rastin kur ai ka emigruar nga Mekka për Medinë, të jeni të bindur se ishte model. Thot sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot nuk jemi falur të qetë ose nuk jemi falur publikisht në Qabe derisa e ka pranuar Islamin Umeri. Këtu ishte forca Umerit. Kur kërkonte ta promovonte të mirën, e kërkonte me çdo kusht. Këtu ishte forca. Forca është kërkosh drejtën tënde. Edhe në mesin e shtypsit. Ta kërkosh të drejtën tënde. Nuk vjen drejta duke fletë gjumë, o vëllezërit e mi. Do punohet për të. Ndoshta dikush do të sakrifikojë, shënsi ka, ne jetojmë për Allahun. Ama të drejtën duhet ta kërkosh. Dhe Umeri i kërkonte këta të drejta. Dhe duke i kërkuar këta të drejta, dinte shumë mirë se do të ishte model edhe për shumë të tjerë. Por këta të tjerë për cilët Umeri radhiyallahu anhu do të ishte model, kujdesej në maksimum që mos të ishte model shkatërrues dhe shkatërrimtar. Kujdesej në maksimum. Ndaj Umeri radhiyallahu anhu ka emigruar, ashtu sikur se kanë emigruar dhe të tjerët, e kuptonte mirë misionin e profetit alayhi salatu wasalam. Po pse mendoni ju domethënë se Umeri ishte më trim se pejgamberi alayhi salam? Ku ka trim me pejgamberin? Vallahi me gjithë respektin e dashnin për gjithë shokët e pejgamberit. Të gjithë ja këtu për atë Allah. Po ku ka trim me pejgamberin? Po e kanë thënë sahabët marr, gjithë me radhë. Kanë thënë ku kishte trim me pejgamberin? Kur u bëjte fjala që ishin në luftë, ne shkonim dhe fshihenim mas pejgamberit alayhis salam. Duke përdorur dërgumin e Zotit derisi mburoi. Pra ti pret domethënë se pra edhe Umeri domethënë do të ka përcjellë të dërguarin e Zotit qoftë në këto trimëri të gjitha këto gjëra, në mënyrë kategorike nuk do ta bëjë diçka të tillë. Umeri radhiyallahu anhu ka qenë ndër njerëzit që më shumë i është përmbajtur jetës dhe mësimeve profetike. Dhe të jesh si një person i tillë do të thotë ti kuptosh në maksimum udhëzimet profetike. Dhe udhëzimet profetike ishte që largimi nga Mekka për në Medinë të bëhej në heshtje. Dhe ti pret se do ta kundërshtojë Umeri diçka të tillë? Nuk e kundërshton Umeri diçka të tillë, sepse e kupton shumë qartë se ku qëndron vizioni i pejgamberit alayhis salam. Ndoshta Umeri personalisht mund të ketë mundësitë. Ndoshta arrin ta përballojë dhe të dalë publikisht e të largohet publikisht. Por shumë prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, a e kishin mundësinë që ta bënin diçka të tillë? Nuk e kishin. Atëherë Umeri nuk jeton për të thënë unë, veproj unë, bëj unë, them unë, por Umeri jeton për të thënë thot Allahu, urdhëron Allahu, kërkon Allahu. Dhe ashtu si kërkon Allahu, është Abdullahu, pra robi i Allahut që është Umeri. E lutim Zotin xhelal xhelalu, Zot na falë, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, na bëj të mundur të ecim gjurmëve të tij dhe të shokëve të tij në këtë dynja, na bëj të mundur i madhnueshmi Allah të bashkohemi me ta në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.